Një 54 vjeçar kaloi mbrëmjen më të vështirë të jetës së tij, kjo për shkak se i vetëm me larg familjes. I kaloi disa orë me të vjella me gjak duke mos e ditur se çka po ndodh me të. Pas shumë përpjekjesh e keqkuptimeve që pati me zyrtarët policor e mjekët kujdestar në emergjencën e QKMF-s në Bresje, Xhafer Mehmeti mbeti pa diagnozat natë, ndoshta më të gjatën të jetës së tij. Tek të nesërmën Xhafer Mehmeti, i cili kaloi natën pa asnjë sekond pushim nga dhimbja, që po i shkaktonte gjendja e tij shëndetësore. Diagnozën e gjeti vetëm në QKUK, në repartin e gastroenterologjisë. Mjeku pranë atij reparti i kishte thënë se ai kishte pësuar pëlcitje të thatit në lukth, të njohur në mjeksi si ulqer. Ani pse nuk deshi të prononcohej para kamerës. Kiks Kosova foli xhere gjatë me Arber Velion, doktorin i cili u përkujdes për gjendjen e rënduar të Mehmetit. Sipas tij, Mehmeti ishte trajtuar në atë repart dhe se reagimi i menjëhershëm ka bërë që pacienti të mos ketë komplikime të tjera. Kiks Kosova bisedoi edhe me një nga kolegët e Veliut, gastroenterologun Skender Telakun, për simptomat e ulqerës dhe specifikisht të vjedhurat me gjak. Qoftë në lukth, qoftë zonë 12 gishtor kjo përcillet me dhembje, qoftë është vjedhje, nëse ka avancuar edhe matytjen, nëse ka shpërthy, si themi ne, në gjuhë popullore, nëse ka shpërthy atëherë kjo del ose me vjedhje në ngjyrë të kuqe ose shkon me jashitje në ngjyrë të zezë. Në rastet kur pacienti ka dhimbje tek zona e lukthit, e cila sipas profesorit Telaku është një zonë e ndërlikuar, për emisionin ai theksoi se pacienti duhet të drejtohet për një sër analizash. Problemi është me qëllu me të parën. Për këtë arsye ekzistojnë një sër analizash, duhet ultrazonit bëhet, duhet bëhet gjaku i msheft me jashitjen feces, duhet bëhet një EKG, sepse mund me qenë edhe infarkt në këtë pjesë, mund të jetë edhe infarkt i thjeshtë. Unë i pjesës të poshtme të zemrës, shkurt nuk është e lehtë diagnoza e të thatit në këtë. Mos mjekimi i ulqerës në kohën e duhur dhe mos ndalimi i gjakderdhjes, sipas gastroenterologut, mund të dërgojë deri në alivanosje. Mund të qose gjakderdhje madhe, mund të më alivanos, mu zbe, mu lodh, apet ka me shkute mjeku.